Miq të dashur, mirë se erdhën në emisionin tonë të radhës këtu në Art Media. Pra, sot do të flasim në emisionin tonë Betting. Plus do të flasim për sfidat, rrugtimin dhe sukseset e Art Medias gjatë vitit 2025, ku fillimisht filluan vitin, pra pikërisht me 1 janar, ndrimin e motmoteve me mënyrën e festimit të vitit të ri. Pastaj vazhduam me trajtimin e temave të buxhetit të vitit kalendarik të komunës Gjilanit, ku kishte përplasje pro e kontra për miratimin e buxhetit, sfidë e cila edhe sot bie barë mbi qytetarët e Gjilanit, por ka pas fatën edhe komuna tjera të kenë këtë problem, po si të qoftë, po flasim për Art Media, jo për buxhetin, jo për tjerat. Pastaj kemi vazhduar me temën tjetër dhe është procesi zgjedhor, zgjedhjet e 9 shkurtit. Pastaj kemi filluar me trajtimin e temave të ndryshme, përsëri me buxhetin, me hallet dhe dertet dhe problemet e qytetarëve, me raportimin dhe nga takimet ku ishim të ftuar në disa vende të paftuar, nga takimet e OJC-ve me zyrtarë shtetëror, kemi raportuar për padrejtësitë dhe parregullësitë e përmbaruesve privat, për parregullësitë dhe keqpërdorimin e detyrave të zyrtarëve nga zyrtarë shtetëror, kemi raportuar për shumë ngjarje të ndryshme, derisa edhe në qershor kemi filluar që të jemi pjesë e Kuvendit të Republikës Kosovës, ky sukses i radhës për ne. Pastaj kemi vazhduar me transmitimin apo informatat nga klubet e futbollit. Kemi pas sfida jo të vogla sikur gjithë të tjerët, mirë po si të qoftë një pengesë e vogël ka qenë sfida ekonomike, pra ku nuk kemi arrit të zhvillohemi në hapat që i kishim të planifikuar në mungesë të buxhetit apo në mungesë të disa bashkëpunimeve të ndryshme. Megjithatë, ne nuk u ndalëm asnjëherë për të raportuar për uzurpimet e ndryshme nga personat të caktuar, për uzurpimin e hapësirës publike, për shembull, kemi raportuar për mos mirëmbajtjen e rrugëve nga organet kompetente apo nga kompanitë të caktuara, kemi raportuar për punët e mira që po bëhen, ju kemi shmangur një farë mënyre edhe në masë të madhe raportimeve ku ka pas aksident me fatalitet, që për neve për shkak nuk ka qenë një farë mënyrë, një sinonim ose një synim që të raportojmë kryesisht për ato ngjarje, megjithëse ndoshta kishte me qenë mirë të raportohet, por jo non-stop për ato raste, edhe pse në Kosovë ka pas shumë vdekje në aksident, shumë vdekje tragjike ka pas, mirë po ju kemi shmangur raportimit për raste të caktuara, duke dashur që të publikojmë sa më shumë lajme të mira. Pastaj kemi vazhduar për shembull bashkëpunimin me auditorin general të Kosovës, me auditorin e Kosovës. Kemi arrit të kualifikohemi edhe të certifikohemi falë mezhët tanë, pra nuk mundemi të mos e përmendim FC Dritën, e cila na ka dhënë mundësinë që të jemi pjesë e Conference Ligës, UEFA Conference League. Pra kemi arrit që të jemi pjesë e forumeve të ndryshme, të diskutimeve të ndryshme në shoqëri. Pastaj ngjarjet që janë zhvilluar në Kadrizek, pastaj ka shumë ngjarje që kemi raportuar gjatë gjithë kësaj kohe. Ky mesazh dhe ky emision sot, edhe pse nuk është përmbyll viti komplet, ky mesazh dhe ky emision ju dedikohet juve si mbështetësit kryesor që na mbështetni me shikime, me like-a për shembull, me disa raste edhe na shpërndani për shembull emisionet e tona që për neve është
jo profitabile në aspektin ekonomik, por më shumë është për shembull profitabile në aspektin e rritjes së ratingut të imazhit të Art Medias. Pra, në Art Media kemi raportuar dhe kemi mbështetur pro bono, pa pagesë, PDK-n dhe LDK-n, të cilat nuk ishin pjesë e pushtetit, por sa herë që na kanë thirrë në intervista, po kemi pas informata që do të organizojnë konferencë për shembull për shtyp, kemi qenë aty që të transmetojmë zërin e simpatizantëve të asaj partie, pa marrë parasysh që deklaratat gjithmonë kanë qenë politike të partive të ndryshme, për shembull Aleancës, apo PDK-s, apo LDK-s, apo të vendosjes. Pra, në Art Media gjithmonë kemi menduar që transparenca bëhet përmes medias. Dhe media duhet të jetë ajo që ofron më të mirën e mundshme, lajmin më të mirë te qytetari. Dhe në këtë rast konsideroj që bashkëpunimi me PDK-n, LDK-n, AK-n dhe vetëvendosjen dhe partitë e tjera që kanë shprehë gatishmërinë të jenë bashkëpunuese me neve, faktikisht u themi faleminderit për bashkëpunimin që kemi kaluar, për procesin e kaluar. Në të ardhmen shohim e bëjmë, sido që t'i vje puna, megjithse për shembull rrugtimi jon nuk ishte i lehtë, edhe që të arrijmë edhe të kualifikohemi disa nga bashkëpunëtorët e tonë, pra se ne nuk i themi punëtor, po i themi bashkëpunëtor atyre që bashkëpunojmë. Pra kemi arritur të certifikohemi nga OSBE si gazetar të paqes, për të shërbyer paqes. Kohëve të fundit kemi nisë emisionin vetej, emision ky i cili do të jetë në fokus, do t'i ketë pra shqyrtimin e hollësishëm të gjitha veprimeve në shoqëri, por pa dashur gjithmonë që të imponojmë diçka që nuk është në rregull, ose pa dashur të imponojmë diçka që do ta dezinformojë dhe do ta në farë mënyrë do të sjellë lajme të rreme në shoqëri, por gjithmonë mbi bazën e shqyrtimit hollësishëm, ne do të sjellim informatat më konkrete dhe më të mira të mundshme. Krahas asaj vlen të theksohet miq të dashur, sepse në emisionin paraprak ne kemi shqyrtuar problemin e pronave, problemin e kreditimit, problemin i cili të ne në shumë raste është përdorur me metodën kineze, domthonë investo dhe falimento, dhe në këtë rast për shembull të premten na vjen mirë që ne në 46 i Kushtetutës Republikës Kosovës ka filluar të përdoren pikërisht nga Gjykata Kushtetuese e Republikës Kosovës. Pra, Gjykata Kushtetuese e Kosovës të premten ka nxjerr aktgjykim në favor të viktimës, në këtë rast është një qytetar nga Gjakova, i cili të cilit i është ekspropriu pasuria nga kuvendi komunal, dhe për ironi të faktit 3 shkallë të gjykatës. 3 shkallë. Tri shkallë gjykatës kishin vendosur kundër qytetarit në Gjakovë. Gjë që i bjen që 3 shkallë gjykatës, gjykata themelore tash, gjykata e apelit dhe gjykata supreme Pro 3 gjykatat kishin vendosur në kundërshtim, në mënyrë të
kundërligjshme në favor të Kuvendit Komunal Gjakov dhe gjykata kushtetuese ka vendosur në favor të palës në këtë rast. Neve na vjen mirë që përmes emisionit tonë trajtohen tema të ndryshme të caktuara në interes dhe në favor të qytetarëve, në favor të drejtës ndërkombëtare, në favor të kartës apo në favor të deklaratës universale të drejtave të njerëzit, ku vendimet gjyqësore, për shembull, kanë mundur këto tri gjykata kanë mundur të marrin vendim që mos ta lënë rastin të shkojë në gjykatë kushtetuese dhe të trajtohet temë lënda atje. Pra, arsyeja se ne po flasim sot krahas sukseseve, rrugës, sfidave, si Art Media, trajtimit të temave të ndryshme, pra po flasim edhe për ditët e gjyqëtorit që sot janë aktive. Mos gabofsha një kryetar i gjykatës me mbiemrin Peci ka qenë, kur në një prononcim për një media kishte thënë se ne e dim të gjithë ku i kemi gabime dhe ato mund t'i rregullojmë lehtë, por vetëm nëse ka vullnet. Parafërsisht në fjalët e tij këto. Pra, gjyqësori din që bën gabim. Por krahas dijes, pra gabimi i qëllimshëm është vepër penale. Vepra penale shkaktohet me veprim edhe me mos veprim. Pra, sa herë që një gjyktar shtetëror ka mundësi me rregullu një çështje të caktuar, ai nëse nuk vepron, pra bën vepër penale. Po nëse vepron kundër veprimit të drejtë, edhe është vepër penale. Pra, në këtë rast, shumë këto tri shkallë, katër gjyqtarë, apo kolegje gjyqësore, kushdo që ka marrë vendim, është dashur që ta shqyrtojnë mirë rastin dhe të mos e lënë për shembull rastin të shkojnë në gjykatë kushtetuese. Pra, gjykata kushtetuese është instanca më e lartë e drejtësisë në Kosovë. Pra, në këtë gjykatë, momenti që shkon rasti, faktikisht duhet të ndjehen të dridhur të tri shkallët e gjykatës civile apo penale. Pra, sepse nëse trajtohet rasti nga gjykata kushtetuese, edhe këtu që duhet më konë shumë e rëndësishme që me trajtu, që mos me marrë vendimet gabume, pra, unë konsideroj, apo ne konsiderojmë që këto mundësi për me u rregullu, është mirë që me pas kujdes në vendimarrje. Dy fjalë për ja u them. Le të mbajnë mend secili. Vendimarrja e gabuar është tradhti kombëtare. Secili gjyqtar që merr vendim të gabuar, sot mund të shkaktojë nesër bartëni në Republikën e Kosovës. Pra, në momentin që Kosova futet në procesin e BE-s, bëhet antare e gjykatës evropiane për drejtat e njerëzit. Janë me qindra mijëra raste për gjykata që kanë bërë shkelje gjyqtarët sipas dëshirës tyre. Andaj është mirë që të rregullohen këto procese dhe mos lënë derë që të shkohet në gjykatë në Strasburg atje, me problemet që Kosova nesër mundet me falimentu gjykata mbi bazën e barrës që do t'i ngarkohet Shtetit e Republikës Kosovës për t'i paguar dëmshpërblimet. Tjetra që do të themi, pra, e para ishte ajo. E dyta është që se cila vepër penale, 99% veprave penale fillojnë me kontestin civil. Pra, të gjitha veprat penale nuk vinë a priori me nënë më bo vepër penale. Por fillimisht e ka një kontest civil i cili nuk zgjidhet. Mirë filli, pastaj krijohen precedentet apo vepra penale. Këtë këto që i them, edhe do t'i themi në të ardhmen, janë që
të thrasim në ndërgjegjësimin e atyre që kanë vullnet, e atyre që kanë marrë pozita, qoftë në instancat turta, qoftë në instancat të larta shtetërore, për të administruar dhe qeverisur me vendin. Le të ketë frikë secili ligjin dhe Zotin. Për ndryshe nuk është në rregull kjo. Situata ku jemi sot, jemi një ditë apo dy para zgjedhjeve. Nesër jo, mas nesër fillojmë fushatën elektorale, ku do të jemi pjesë e asaj fushate me bashkëpunim me parti apo kandidat të veçantë. Varet se kush do të afrojë bashkëpunim me Artmedin apo kush nuk do të afrojë bashkëpunim me Artmedin. Pra, kjo edhe varet edhe për partive politike. Ne nuk do të bëjmë tifo për ndonjë kandidat apo parti e cila nuk do të afron bashkëpunimin e mirëfillt në proces. Pra, sepse ne e kemi të trasuar rrugën tonë që të informojmë publikun jo mbi dëshirën e individit caktuar, por mbi faktin e së vërtetës. Pra, Artmedia para këtyre zgjedhjeve, pra në zgjedhjet lokale, ishim të certifikuar gjithashtu në KQZ dhe do të vazhdojmë të jemi prezent në çdo pore, në çdo hapësirë, në çdo institucion ku na lejohet çështja. Krahas asaj, pra pas përfundimit të këtij vitit, në vitin 2026, synojmë që të kemi apo të jemi të qasshëm edhe të bashkëpunojmë me secilin viktim që i është bërë padrejti në gjykatë dhe do të marrim pjesë rregullisht në përcjellje të seancave gjyqësore ku gjyqtarët duhet me ndjetë që gjuha e transparencës duhet të ekzistojë, edhe pse për shembull ekziston hapësirë për përcjelljen e lëndë apo e seancave gjyqësore, shumë herë për shembull gjyqtarët nuk kanë dhënë çështje të duhur në farë mënyre, apo ka burokraci sepse duhet me vetë gjyqtarën, po burokracia fillon që në fillim të gjyqësorit, pra jo që duhet ta fajsoj zyrtarën poshtë në hyrje të gjykatës. Mirë po, mediat, pasi që janë pushteti 4 dhe ofrojnë të vetmit janë të licencuar ta bëjnë transparencën ta bëjnë, pra çdo gjë transparente kalon nëpër media. Secili mund me fol prej Facebookit vet për shembull, ose prej me pas një medium vetin personal, po ajo domthon nuk do të thotë që institucioni është të bëjë transparencën. Transparencën e bën vetëm media. Është institucion i licencuar, pra cila do media ka të drejtë dhe është legjitime që ta bëj transparencën. Andaj ne si Artmedia jemi të gatshëm t'ju shërbejmë dhe bëjmë thirrje nga këtu që ata që kanë ndonjë lëndë e cila nuk është trajtuar me dinjitet asnjëherë dhe nuk është bërë publike nga askush, jemi të hapur ta trajtojmë atë lëndë pa marrë parasysh kundër kujt është, por vetëm ta nxjerrim në shesh të vërtetën. Dua t'i falenderojmë edhe bashkëpunëtorët tanë, biznesmenët apo bizneset serioze që kanë bashkëpunuar me neve në këtë rrugtim dhe jemi të hapur edhe për bizneset e tjera të cilat kanë vullnetin apo dëshirën që të bashkëpunojnë me Artmedian. Kemi domosdoshmë hapësirat e mjaftueshme për secilin biznes serioz që të bashkëpunojmë kurdo që është nevoja. Pra, faleminderit shumë për këtë kohë që ndajtët me ne dhe synojmë që t'ju ofrojmë më të mirën të mundshme. Gjithsesi nuk mundemi me mbyll këtë program, këtë emision, se programi nuk mbyll, por emisioni i sotëm, nuk mundemi pa përmbyll, pa ju thonë apo pa ju kërku falje gjithë secilit që ndoshta ndonjëherë ju lodhi me partitë politike, me kandidat të caktuar të partive politike, ndonjëherë ju sjellin me ata që nuk i donin për shembull në prezencën e juaj, mirë po kjo është puna dhe roli i medias, kështu që ne na mbetet vetëm të kërkojmë mirëkuptim nga ju
dhe shihemi në emisionin e radhës me temat politike, me trajtimin e temave politike, e sidomos me fushatën elektorale, ku në Art Media do të trajtojmë çdo natë temat e caktuara dhe do të jemi live në secilin temë të mundshme, por synojmë që edhe të kemi të përfshirë edhe analista dhe panelista në vetting. Bashkë me juve, uroj që të jemi mirë kudo që jeni dhe Zoti ju shpërbleft. Natën e mirë.